Është mbajtur për herë të parë në Shqipëri e pikërisht në Shkodër Këshilli Federal i Skautëve të Europës. Ky aktivitet u organizua pranë fshatit të Paqes me pjesëmarrjen e një numri të lartë fëmijësh e të rinj. Sipas drejtuesve, qëllimi i këtij aktiviteti është që fëmijët të zbulojnë skautizmin. Çdo vit Këshilli Federal i Gidëve dhe Skautëve të Evropës mblidhet në një qytet. Vitin e kaluar ishim në Lisbon, 2 vjet më përpara ishim në Paris dhe qëllimi është një herë në vit të gjithë kombet evropiane dhe ata që vinë nga Amerika, nga Kanadaja siç është Poli, të mblidhen bashkë dhe të krijojnë këtë aktivitet për fëmijët, sepse është me të vërtetë një gjë e jashtëzakonshme për zhvillimin e fëmijës. Kryesori është që fëmijët të njohin që duhet punojnë në natyrë, që çdo gjë bëhet me përpjekje në jetë, sepse kur arrin në moshën e madhe e kupton që gjithë këto përpjekje që ke bërë i vogël janë edhe gati nga skautët që të kanë ndihmuar që ta gjesh kush je ti në jetë. Metoda e skautizmit është shumë e rëndësishme sepse krijon qytetar që merren me karrëndsi dhe mundojnë që të ngrejnë qytetin, shtojnë në natyrë sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme sot, aq më tepër që ato janë gjithkohon me ekrane, me telefona dhe me rrjete sociale, kështu që skautët i krijojnë fëmijëve diçka tjetër, diçka që i përgjigjet gjërave të brendshme të njerëzit. Edhe për fëmijët pjesëmarrjen në të tilla aktivitete ndihmon në zhvillimin e tyre. Skauti shumë pëlqen se mama ime më ka thënë që të vi këtu se është një eksperiencë shumë e bukur edhe unë jam duke u ndjerë shumë mirë këtu me gjithë njerëzit që janë këtu. Për më shumë se 60 vjet, skautizmi evropian ka promovuar një vëllazëri autentike midis popujve të Europës dhe më gjerë. Fal metodës së skautizmit, skautizmi është një mësim jete duke u mundësuar qytetarëve të së nesërmes të rriten personalisht. Ajo gjithashtu krijon lidhje të forta dhe paqësore midis popujve dhe vendeve.